Të nderuar shikues, përshëndetje dhe mirë se vini në edicionin informativ këtu në Blu Televizion. Do të ndjekim së bashku zhvillimet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota. Nisi me aktualitet. Rasti I sulmit të 4 vjeçares nga qeni Pitbull një ditë më parë sjell menjëherë vëmendje për gjendjen alarmante nga qenë e Vlorës, qytetin ku 10 qenë ndacak shëtisin të lirë. Por jo vetëm, dhe 4 putrosh të tjerë me pronarë që shëtisin pas zbatuar asnjë rregull, duke u kthyer kështu në një rrezik për qytetarët. Rasti I sulmit të 4 vjeçares nga qeni Pitbull një ditë më parë solli edhe një që janë në Vlorë, në qytetin ku me 10 qenë ndacak shëtitin të lirë, në qytetin dhe nga ana tjetër qenë me të zotë që shëtitin pas zbatuar asnjë rregull, duke u kthyer në rrezik potencial për banorët. Shumë prej qenëve ndacak janë të pa vaksinuar e të tjerë të pa matrikuluar, duke u kthyer në shqetësim dhe rrezik për qytetarët. Qytetarët thonë se situata është e tillë prej vitesh, ku qenë ndacak janë një rrezik konstant, pasi shpesh kanë sulmuar banorët e qytetit, por edhe të huajt turist. Fajtor janë vetë të zotët e tyre, të cilët I kanë braktisur këto kafsh, ose nuk zbatojnë rregullat kur shëtisin me ta. E më pas, me faj, sipas qytetarëve është edhe pushteti, I cili nuk merr masa. Masat që duhet të merren sipas qytetarëve janë krijimi I stresave ku kafshët të qëndrojnë e të strehohen. Faji është I atyre që I kanë mbajtur, I kanë trajtuar, I kanë lënë jashtë shtëpive, qenë. Nuk është e mirë se ka njerëz që tramen, që shqetësohen, fëmijë të vegjël. Po problemi gjithmonë është e njerëzit, ata që I kanë abandonuar. Rrezikse kafshësh e pa trajtuar. Po e le abandonove, ajo do kërkoj ushqim për veten e saj, agresohet normale. Ka pas raste kur ju kanë sulmuar ju? Mua jo. Të tjerët këtë? Po kam parë një rast këtu. Ishte një moshatar me I bastoni shkreti, ishte një 3 qenë. Pastaj vati një zonjë ndihmoi. Çfarë duhet bërë, cila është zgjidhja? Po zgjidhja është që do të grumbullojnë në pika të caktuara ku janë që mirëmbahen kafshët, kupton? Stre. Gjynase ato janë gjë gjallë me shpirt. Ajo është problemi për të vegjël e për të mëdhenj. Jo vetëm për moshën tonë. Pse është? Është problem se ata mbajnë infeksione. Ata mbajnë lloj sëmundjes. Edhe po të kafshoj ai, këtu nuk ka edhe doktorat të marrin dorëzim. Ndërkohë, çfarë duhet bërë, si është zgjidhja? Atë të bëj bashkia të punë. Bashkia ti mbledhi, ti sterilizoj, ti mbledhi në një vend të përshtatshëm. Qoftë kujdeset për ta, qoftë edhe të eliminoj. Ka pasur raste që janë sulmuar? Vjet po, si vjet s'ka filluar turizmi akoma. Juve vetë jeni sulmuar ndonjëherë? Jam sulmuar po atje tek dominote universiteti. U dëmtove në shëndet? Jo se pata një këm karrika atje që në ato të sfyrat e godita me atë dhe ikuaj. Ke shpresë se do merren masa? Shiko, me këtë pushtet që kemi ne, me këtë qeveri që kemi ne, masa tona e kësaj qeverie janë për të na eliminuar edhe ne fare, se neve kemi vajtur atje ku s'mban më. Kem për qytetarët? Që në ca kanë shumë kohë që vinë këtu vërdalla. Bile, ditë mua më kanë heqë me, si shpojke me bicikletë më kanë përzën, 4-500. Problematikë, në bashkia duhet marri masa për ta. Janë të rrezikshëm? Po shumë të rrezikshëm. Se ke që arë se vinë nga qytetet e tjera, vinë e I marrin e I lëshojnë këtu. Çfarë duhet bërë në këtë marri masa? Çfarë masa? Masa duhet marri bashkia. Edhe I ka masa. Strehimi bën më tepër puna apo? Po patjetër edhe strehimi dhe sterilizimi, të dyja bashkë. Të merren masa? Se besoj, nuk e besoj. Lëvizje lirshëm, po ja këtu në plazh për shembull të rrezikuar janë, herë këta turen. Dhe në lagja ndaj po anagjore këtë gjitha tjera janë. Dhe nuk e kuptoj pse nuk merret asnjë masë tani. Çfarë masat duhet marri bashkia? Po ti grumbullojnë më para I vristin në kohën e diktaturës. Vash, lutem, ai që nuk vlen më. Pse? Normalisht kundra vrasjes pa, duhet I strehojnë. Dakord, atëre ti mbledhi. Duhet I strehojnë. Patjetër. Është problem edhe sterilizimi? Shumë fare. Se po të bëhet ajo, nuk do ketë shumim të këtyre specieve. Ka pasur raste që ju kanë sulmuar juve? Vjet jam këtu te plazhi, se unë këtë rrugë e bëj, kam vite që e bëj për ditë. Po.
Dhe çfarë ka ndodhur? Motorën kështu ula jo të mirë ja dojnë gurë o trëmë dhe u larguan. Një shoku tim që bëj plazh me të, i erdhi nga mbrapa e shtyue për plasi. Po pa e ka fshuar. Kështu sipas qytetarëve në Vlorë, procesi i vaksinimit të 4 putroshve është më shumë se i rëndësishëm, pa lënë mënjanë edhe sterilizimin e tyre për të parandaluar shtimin në numër të qendve endacak. Edhe në repartin e mikrokirurgjisë pranë Spitalit Rajonal të Vlorës konfirmohen raste të shtuara të referuara si pasojë e kafshimeve nga qendë endacak. Gjatë një interviste për Blu Televizion, mjeku Piro Gjoka shpreh se veçanërisht rritja e temperaturave keq ndikon në reagime të tilla të rrezikshme të 4 putroshve. Qendë endacak janë kthyer në një problem serioz për qytetarët e Vlorës, ndërsa rritja e temperaturave shton edhe më shumë rrezikshmërinë e tyre. Në repartin e mikrokirurgjisë pranë urgjencës së Spitalit të Vlorës konfirmohet se ka patur raste të referuara si pasojë e kafshimeve. Sipas mjekut Piro Gjoka, qendë endacak janë mjaft rrezikshëm. Reagimi i tij vjen edhe pas një rasti të një dite më parë, ku një fëmijë 4 vjeçar u sulmua nga një qen. Gjoka thekson se me rritjen e temperaturave shton edhe rastet që paraqiten në spital nga kafshimet e qenve. Megjithatë, dhe gjatë periudhave të tjera nuk kanë munguar raste të tilla, madje në ditë të veçanta janë regjistruar deri në 4 apo 5 raste. Sipas tij, qytetarët duhet i drejtohen menjëherë spitalit në çdo rast kafshimi, ndërsa kërkohen masa konkrete për menaxhimin e qenve endacak. Tani që do filloj bëjë tani në raste jo të referuara, por ka shumë. Dhe personat që ndodh diçka e tillë, gjëja e parë që duhet të bëjnë direkt në spital. Të marrin trajtimin e dur dhe të bëjnë tetanozin. Sa thëm. Sepse vetëm më thënë nga termi, më thënë që rrugës, më thënë që nuk i mbartin një infeksion. Një sërm mikrobe të infeksionit. Dhe të kenë kujdes durin largo, dhe çfarë themi, normalisht tani është. Po gjatë kësaj periudhe ka patur raste që janë sjell këtu. Marrë dhe raste të dieshëm, por edhe raste të pashme. Ka patur? Ka pasur. Ka pas raste që ka sjellë ambulanca, ka pas dhe raste me të që kanë ardhur vetë. Po që pjesa më e madhe kanë qenë si djali vajzë, do kanë qenë goxha më të lehta. Sa raste sa të rrezikshme janë kafshimet e qenve? Atëre, kafshite varet domethënë nga plaga. Varet nga lloji plagë, varet domethënë edhe nga thellësia e plagës. Ka të bëjë shumë dhe sepse sa më thellë të jetë, aq më infektuar është, domethënë indi ose aty kush bër kafshimi, ajo zonë, më kupton? Një këshilla juaj që drejtoni ju si spital, si repar, ndaj masave që duhet të marren ndaj këtyre qenve endacak. Atëre, të jetë për mua mos të ketë fare që në endacak, të jetë për mua, më thënë si, nuk po flasi personal, flasi qytetar, se në fund jemi familjar, pastaj jemi personel, më thënë që është, për mendimin tim janë problem shumë i madh. Problematika e qenve endacak mbetet shqetësuese. Në Vlorë nuk kanë munguar rastet kur qytetarët janë sulmuar prej tyre, ndërsa rritja e temperaturave shton edhe më shumë rrezikshmërinë. Investimi për rikonstruktimin e repartit të patologjisë në Spitalin Rajonal të qytetit në shifrën prej 109 milion lekësh duhet të përfundojë brenda 120 ditësh, por punimet janë me ritme të ulta. Në kantier të zë syri vetëm 2 punonjës, çka vën në pikpyetje respektimin e afateve dhe përfundimin në kohë të projektit. 109 milion lekë është vlera e investimit për rekonstruksionin e repartit të patologjisë në Spitalin Rajonal të qytetit të Vlorës. Afati i punimeve është përcaktuar në 120 ditë, siç edhe shihet në tabelën informuese. Por ajo që mungon në këtë tabelë është data e nisjes dhe përfundimit të punimeve. Në fakt, nga vëzhgimi i kryer në kantier duket se punimet po ecin me ritme mjaft ngadalta, ndërsa brenda kantierit janë vetëm 2 punonjës, të cilët janë duke marrë me punimet për rekonstruksionin e këtij reparti, çka ka ndikuar padyshim edhe në vonesën e punimeve. Investimi prej 109 milion lekësh është parashikuar për rekonstruksionin e repartit të patologjisë në Spitalin Rajonal të qytetit. Punimet sipas afatit kontraktual duhet të përfundojnë brenda 120 ditësh. Megjithatë, ajo që mungon është transparenca mbi datën e saktë të nisjes dhe përfundimit të tyre. Një tjetër shqetësim lidhet me ritmin e ulët të punimeve. Në kantier janë konstatuar vetëm 2 punonjës, duke vënë në pikpyetje respektimin e afateve dhe përfundimin në kohë të projektit. Punimet realizohen me financim të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, e cila është edhe autoriteti kontraktor. Vlera e investimit arrin në 109 milion lekë PATVSH, ndërsa afati për përfundimin e punimeve është përcaktuar 120 ditë.
Rikonstruksioni i këtij reparti është mjaft i rëndësishëm, por ritmet aktuale të punës mbeten të ngadalta. Ky është një tjetër projekt që rrezikon të mos respektojë afatet, pavarësisht rëndësisë që ka. Ajo që mbetet për tu parë është se kur do të përfundojë ky projekt, pasi me ritmet aktuale ai ka gjasa të tejkalojë disa herë afatet e përcaktuara. Përballja Rusi-Ukrainë dhe tashmë tensionet në lindjen e mesme kanë shkaktuar një rritje të çmimit të pronave. Sipas agentes imobiliare Elona Mone, rritja e çmimit të lëndëve të para dhe transportit ka ndikuar drejt për drejt në sektorin e ndërtimit, duke sjellë rritje të çmimeve si në blerjen e pronave ashtu dhe në qirat. Situata e kryuar pas dy konflikteve të fundit duke nisur nga përballja Rusi-Ukrainë dhe tashmë dhe tensionet në lindjen e mesme, ka shkaktuar një rritje të çmimit të pronave. Avokatja dhe agentja imobiliare Elona Mone thekson se rritja e çmimit të lëndëve të para dhe transportit ka ndikuar drejt për drejt në sektorin e ndërtimit, duke sjellë rritje të çmimeve si në blerjen e pronave ashtu dhe në qirat. Pavarësisht kësaj situate, si në rastin e parë, ashtu dhe nga konflikti në lindjen e mesme, Vlora dhe Shqipëria janë parë si vende potenciale për të investuar nga të huajt. Kjo vjen dhe për shkak të ndikimit relativisht të ulët që kanë këto konflikte në vend. Patjetër lufta në një koncept të caktuar ka të bëjë sigurisht me një ndryshim psikologjik sa i përket edhe blerjes në rastin konkret dhe investimit në pasuritë e paluajtshme. Ne kemi pasur dy tendenca. Në rastin e luftës së parë kemi pasur tendencën e rritjes së çmimeve për dy arsye, sepse lufta normalisht sjell edhe rritje të lëndës së parë, që në rastin konkret është transporti, energjia, të ndikojnë edhe në koston e ndërtimit. Dhe kjo ka ndikuar që çmimet të rriten, por nuk ka ndikuar në pjesën e të huajve, të cilët kanë pasur një probabilitet më të lartë për të blerë në Vlorë, siç kanë qenë në rastin konkret pakicat ukrainase, të cilët kanë pas një tendencë për të blerë dhe për të marrë me qerat, dhe sidomos për të investuar apartamente me B&B. Pra kanë parë si mundësi shumë të mirë ekonomike në një kohë që vendi i tyre u përball me luftë, ndërsa në rastin e dytë që po përmendim për luftën që sapo ka nisur, paraqitet pothuajse e njëjta situatë. Kemi një ulje të kërkesës në tregun imobiliar aktualisht, por njëkohësisht kemi një tendencë nga investitorë të huaj, pra nga shoqëritë të huaja, të cilët duan të investojnë në këtë kohë në Vlorë për arsye sepse është një vend me një rrezik shumë të ulët dhe jo potencial sa i përket prekjes nga lufta. Megjithatë, gjatë kësaj situate të krijuar nga konfliktet, edhe Shqipëria është prekur nga rritja e çmimeve. Sektori i ndërtimit mbetet më i prekuri edhe për shkak të rritjes së kostove të transportit, karburanteve dhe lëndëve të para. Kjo ka sjellë dhe rritje të çmimeve të banesave, por dhe të qirave. Duke nisur nga data 10 prill, do të ndryshojnë rregullat e udhëtimit drejt Europës me vënien në funksion të sistemit të ri të hyrje-daljeve. Me këtë ndryshim, vulat tradicionale në pasaport do të zvendësohen me regjistrime digjitale të hyrje-daljeve nga territori i Bashkimit Evropian. Duke nisur nga 10 prill i vitit 2026 do të ndryshojnë rregullat e udhëtimit drejt Europës, pasi do të vendoset të plotësisht në funksion sistemi i ri hyrje-daljeve ES. Ky sistem hyri në fuqi më 12 tetor të vitit kaluar në 29 shtete europiane, por funksionimi plot i tij nis nga 10 prill i këtij viti. Me këtë ndryshim, vulat tradicionale në pasaport do të zvendësohen me regjistrime digjitale në hyrje-dalje nga territori i Bashkimit Evropian. E njëjta praktik do të funksionojë edhe për një shtetas që nuk është pjesë e Unionit, të cilëve u refuzohet hyrja në shtetet e Bashkimit Evropian. Asgjë nuk do të ndryshojë për qytetarët evropian. Sistemi i ri është menduar vetëm për udhëtarët jashtë vendeve të Bashkimit Evropian, të përjashtuar nga detyrimi i përvis, si ata që vijnë nga Mbretëria e Bashkuar, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Izraeli, Japonia, Brazili si dhe shumë vende të tjera, të cilat hyjnë ose dalin nga zona Schengen për qëndrime afat shkurtra, do me thëmë për udhëtime deri në 90 ditë brenda një periudhe prej 180 ditësh. Sistemi i ri synon të shkurtojë radhët në pikat kufitare, pasi zëvendëson vullën manuale në pasaport me një kontroll plotësisht digital. Të dhënat biometrike të pasagjerëve, gjurmët e gishtrive, njohja e fytyrës, skanimi i risit regjistrohen së bashku me emrin, datën dhe vendin e hyrjes apo daljes së tyre. Përpara se sistemi i ri të mund të përshpejtojë realisht kontrollet në kufi, duhet bërë një regjistrim paraprak. Udhëtarët jashtë vendeve të Bashkimit Evropian
do të kryejnë këtë drejt për drejt në terminalet automatike të vendeve në zona të posaçme, të aeroporteve ose pikave kufitare. Procesi është i thjeshtë. Termali skanon pasaportën, mbledh shenjat e gishtrimeve dhe bën një fotografi të fytyrës së pasagjerit. Të nderuar shikues, kjo ishte edhe gjithçka e përgatitur për edicionin informativ këtu në Blu Televizion. Për zhvillime të mëtejshme na ndiqni në rrjetet tona sociale si dhe në faqen tonë zyrtare. Bashkë mirupafshim.